po ashtu do të provojnë fatin e tyre. Në mbrëmje. Enrico Gaba është me mua në studio për të diskutuar rreth ndeshjeve të luajtura mbrëm, me surpriza në to, por edhe ato që pritet të luajnë mbrëmin e sotme. Enrico, mirë se erdhe. Shëndetje. City. Kam përshtypjen ndoshta do ishte një nga ndeshjet që shumë pak ose askush nuk e diskutonte se do fitonte City. Në fakt, realisht se, dje në analizë pëllis një fitore të City, ndoshta jo shumë të letë, por një fitore që në letë të djetë do me thënë kush është City dhe kush është Bodo Glimt. Por mendoj se nëse do kishim parë aktualisht gjendjen e skuadrës së Guardiolës, do duhet kuptonim që me ka shumë mungesë Esmeralda, ju e ndoqët derbin e fundit, se çfarë ndodhi përballë Manchester United, ku mbrojtja që aktualisht po përfaqëson, le themi, Manchester City-n Guardiola, me ata lojtarë të cilët ka vendosur në repartin defensiv, janë lojtarë që një pjesë e tyre dje ishin debutues, nëse mund të themi kështu, në një kompeticion si që është Champions League. Me shumë merit, mendoj Bodo Glimt arriti ta shfrytëzoj më së miri këtë, le të themi, pikë të dobët të Manchester City, arriti ta ndëshkoj pikërisht aty ku kishte atë pikën e dobët që ishte mbrojtja, dhe pastaj pjesa tjetër mendoj, sepse në fakt do doja të kisha dhe Ledion përballë sot, por ndoshta ai top yard që ju vazhdoni ato kritikat tuaja që ju e fitoi ky, po kur sot e me radhë, ai zotëria që u ndëshkua me karton të kuq dje te Manchester City, 2 ver në arkun kohor të më pak se 2 minutave, është fituesi top i tartë për Manchester City, Rodri. Dhe nuk e di se si mund të bie shpreh, do ta quaj unë, e presionit një skuadre modeste, siç është Bodo Glimt. Po pra, realisht, ai ka kaluar një dëmtim shumë gjatë. Mirë, gjithsesi domethënë tani Bodo Glimt dje ishte shumë mirë. Dhe fakti që një i Cityt merr kuqe do të thotë që presioni atyre ka qenë maksimal. Nëse do ta merrte një nga lojtarët e mbrojtjes që unë të përmenda, qoftë Ait Nuri, qoftë Levis apo O'Reilly, ai ende me radhë, unë do të jepja shumë të drejtë. Por kur e merr një nga ata lojtarë që është pika kyçe, është një nga ata me më eksperiencë, dhe ndoshta edhe nga më të dobtit në fushë, këtu pastaj krijon pikpyetje tjera. Gjithsesi nuk ka çaj i diskuton. Bodo Glimt fitoi me shumë merit, e ka mbajtur kundërshtarin në 40 metrat e fundit. City mund të ketë kaluar 1 apo 2 herë dhe edhe 2 gola të anulluar të Bodo Glimt për pozicionin jashtëloje, dhe besoj se për mua vetëm ajo mbrojtja që mungesat ishin, mendoj, kryesori si arsye fitores. Vetëm se kam përshtypjen që nuk e di nëse do ketë pasur, vetëm nëse ka pasur në një tifoz të çmendur mbas Bodo Glimtit që djetë kishte parashikuar një fitore të tyre. Nuk besoj. Mënyra se themi tani diferencat nuk ka nevojë për shumë komente, se ne flasim gjithmonë për kualitete, për organik, si ti shku e ku me Bodo Glimtin. Por realisht duhet vlerësuar për dëshirën. Jo, ne po i vlerësojmë, po them tek nëse është njësi matse, sepse Guardiola e kam për ata që mund të kenë vënë skedina shkurt dhe shqip. Jashtë kufire, kisha për atyre jashtëtetit. Është e sigurt që një pjesë e madhe dje, domethënë, mund të kenë humbur shumë gjëra në aspektin ekonomik. Por vetëm diçka, Guardiola vetëm pas ndeshjes deklaronte dje se kjo skuadër nuk është se e kam nënvlerësuar, sepse ka qenë gjysmë finaliste Europa Ligës sezonin e shkuar, dhe nëse s'gaboj duhet ta ketë eliminuar Tottenhami në sezonin e shkuar që u shpall dhe kampion. Por kur ti e ke vlerësuar një skuadër si gjysmë finaliste të kompeticionit të dytë, për nga forca, për nga rëndësia, për nga vështirësia në Europë, nuk mund të paraqitej në këtë mënyrë. Gjithsesi, unë mendoj se ishte një zgjim për Manchester City. Rrugtimi në Champions është i gjatë, kam idenë që do të jetë pjesë e fazës tjetër, kjo ishte thjesht jo ajo toleranca që të lejon dhe ai luksi apo le themi ato lehtësirat që t'jep faza e ligës, por ishte vërtet një zgjim, mendoj, dhe nga tani e tutje duhet shikojmë këtë skuadër. E kuptoj. Kopenhagen Napoli mbyllet në barazim 1-1. E kemi thënë, Napoli realisht për mua është skuadër që duhet synoj vetëm kampionatin. E ka treguar nga ndeshje në ndeshje, do me thënë të lësh pikë me Kopenhagenin kur ti e fitore, të ndëshkohesh në minutat e fundit. Është një ndeshje që fare mirë mund të administronte, është, nuk e di, Antonio Conte ndoshta nuk e ka si synim mendoj Esmeralda, ose pastaj skuadra nuk po funksionon, sepse të hasësh kaq shumë vështirësi ndaj çdo kundërshtari, të çdo lloj niveli në Champions, tregon që ose skuadra nuk e ka në objektiv, ose pastaj nuk ka kualitetet e duhura për asnjë lloj gare europiane. E kuptoj. Mirë, në fakt të tham dje pak, Ledio më shumë, sepse ti ishe me Interin, Interi me ekipet e mëdhaja duket se nuk është ai Inter që e shohim me ekipet e vogla, pra ka mbetur. Nuk flasim për rezultatin. Hajde t'i futemi analizës,
dhe të shikojmë që diferencat kanë qenë minimale me skuadrave. Në Tani fushën e unë lojës. shoh që Arsenali në fushën e vet Interit i bën 3 gola. Çfarë Ja diferenca do ta bëjmë shkon më? analizën. Nis shumë mirë nga Arsenali, shënon Gabriel Jesus. Barazon Interi, nëse se kujtohet me një super gol të Sučić. E shtyn ekipin përpara, Kiu shkon pranë golit të dytë që mund të sillte përmbytjen dhe e sigurt pasaj që Arsenali nuk do kishte gjasa që të tani këto janë kështu, këto janë bashkime dhe pishojnë që ka ndodhur. Edhe Juventusi e mbylli në port ekipin, po si bëri dot asnjë gol, psoi gol edhe por në analizë ne po përmendim dinamikën. Inter ishte shumë pranë fitores. Ku gaboi te largimi Lautaros, gaboi mendoj edhe tek hyrja si titullare e qendrorësit Acerbi që realisht pavarësisht se vjet ishte luftarak, jashtëzakonshëm, ka një histori shumë të mirë në futboll, deri diku edhe dramatike mund të themi, por mendoj se ka ardhur fundi i këtij futbollisti për të luajtur në nivele të larta. Unë për dje, me që nëse do një përgjigje, ja jap meritën për fitoren e Arsenalit padyshim trajnerit Kivu, sepse i dha një shtys, i dha një dorë Artetës, edhe pse Arsenali realisht ishte bërë rotacionin pjesë të madhe të skuadrës. Mirë, shohim Olympiakos fiton 2-0 me Leverkusenin. Po, kjo ishte realisht edhe kjo ishte një rezultat që ndoshta Leverkusen po i kthehet traditës vjetër që nuk mund të cilësohet kur një skuadër e madhe edhe një përfaqësuese e denj e Bundesligës gjermane në elitën e futbollit evropian, kështu që Olympiakos mori, mund themi në këtë pikë, shërben më tepër për mbushur dhe arkat e klubit me ato shpërblimet që u jep UEFA për çdo ndeshje të fituar, por kam idenë që për të kaluar më tej e ka të pamundur. Megjithatë, tregon dhe një herë tjetër që Leverkuseni i ka humbur, domethënë merkato e fundit e verës e ka shkatruar këtë skuadër, e ka dobësuar dhe mund të mposhtet nga çdo kush. Kjo tregon dhe një që Bayerni këtë sezon në Bundesligë nuk do të ketë as pak rivalitet. Në Bundesligë? Po. Me një Leverkusen kaq të dobët? Kur ka pasur një rivalitet Bayerni, një herë ka pasur rivalitet. Një herë në fakt që ka tentuar dikush ja mori kampionatin, që ishte Leverkuseni më mbrapa. Tentativa ka, Bayerni ka mbyllur që një javën. Tentativa ka, edhe Dortmundi tenton. Bayerni ka mbyllur që një javën e tretë gjithmonë. Real Madridit tek një fitore e thellë me Monaco, 6-1. Nuk besoj se ka shumë nevojë për koment. Dy superhyjen skuadër, Mbappé, Vinicius Junior, pak rotacion, pak ndryshime, deri diku edhe taktikisht, Monaco pastaj diferencat më dha, nuk besoj se ka shumë koment. Parisi nuk ja del me Sportingun. Kjo më duk pak e çuditshme në fakt. Humbet 2-1. Ishte pak e çuditshme si ndeshje, nuk prisja një Paris aq të dobët, por më tepër kur skuadra po konsolidohet në aspekt dëmtimesh, vjen Kvaratskhelia nga stoli dhe arrin të realizoj. Më pas Sportingu me një 3 pikësh që nuk e di sa do t'i vlej në këtë rrugëtim, por prapë edhe për këtë ndeshje mendoj që është një lloj lëkundje për trajnerin Luis Enrique për Parisin që shiko, Championsi dhe sezoni i shkuar ka përfunduar, tani është edicion tjetër dhe nëse do të bësh mirë duhet patjetër të kthesh te fitoria. Mirë, Tottenham 2-0 me Dortmundin. Ka që kishte hapin Dortmundi, kam shtypjen. Unë mendoj se ndeshjen e fundit e ka me Interi në shtëpi, aty do të ketë rivalitet, sepse Interi i duhet, nëse do të qëndrojnë 8 i duhet një fitore, Dortmundi për të pasur një kualifikim të menjëhershëm, nëse do të ketë mundësi, do duhet pritur dhe java e 7 përfundoj sonte, do të kërkoj të bëj të njëjtën gjë, por Tottenhami po bën mirë, nëse e shikon në kampionat është tmerrsisht i kundërt me atë që po bën në ligat evropiane. Në ligat evropiane ne kemi thënë është kampioni i fuqit i Europa League. Në finalen e Superkupës e Europës, unë poshtë nga Paris Saint-Germain, në Champions deri diku po bën mirë, kështu që nuk do të ishte e çuditshme apo surprizë që kjo skuadër të kualifikohet edhe më tej. Mirë. Sonte janë në ndeshjet e radhës, shohim pak edhe tabelën me ndeshjet që luhen sonte. Galatasaray Atletico Madridit, Karabakh Frankfurt, Atalanta Atletico Bilbao, Bayern Union Chelsea Pafos, Juventus Benfica, Marseille Liverpool, Newcastle PSV, Slavia Pragës Barcelona. Marrim më radhë nga një koment të shkurtër, Enrico, Galatasaray... Realisht sot duket sikur janë më pak interesante, nëse mund ta themi kështu. Megjithatë Galatasaray... Problemi janë surprizat se...
Surpriza do të ketë. Edhe dje, përveç Interit me Arsenalin, të tjerat në letra favorizoheshin gjatë gjithë kohës ekipet e mëdhaja, por qoftë Parisi, qoftë City. Po për shumë arsye ndodh kjo, besoj e dim fare mirë, domethënë për historinë, për eksperiencën, për organikën. Gjithsesi, Atletico e Madridit edhe Galatasaray. Atletico në rast se fiton, lehtëson më tepër gjërat, mendoj ato llogarit, për të vijuar për qenë të paktën në zonën e play-offit për të luajtur ndeshjen tjetër, jo në kualifikimin direkt, sepse sa vinë dhe konsolidohen 8 vendet e para, por Galatasaray ka një nga stadiumet ndoshta më të zhurmshme në Europë, një nga stadiumet që shumë e vështirë për të fituar. Liverpooli u dorëzua pak javë më parë, kështu që edhe Atletico do ta ketë vështirë. Tek Karabag Frankfurt, në fakt Karabagu ka luajtur mirë në shtëpi, i hapi probleme Chelsea, i mori barazim 2-2 nëse s'gaboj. Janë debutues në këtë sezon të Champions. Megjithatë, them se Frankfurti me eksperiencën, ndoshta edhe me cilësi që ka mund të bëjë më mirë. Veçanti domethënë është Atalanta, që edhe pse nuk e ka luajtur ende ndeshjen e javës 7 në fazën e ligës, është mes skuadrave që kualifikohen direkt. Një fitore sot e Atalantës do të ishte historike për ta mbajtur skuadrën mes 8 më të mirave të Champions. Bayern Royal Union është, unë nuk do ta konsideroj asnjë test për një skuadër që kur ti shikon se si kryesuesit e Arsenalit më poshtin këto gjë del para dhe ti që je skuadra e dytë në renditje, nëse do të diskutosh Royal Unionin do të ishte e gabuar. Është Chelsea Pafos, një rikthim i David Luiz, lojtarit të Çipriotëve që më herët ka luajtur me Chelsea, rikthehet në Stamford Bridge. Jo, nuk besoj se ka nevojë për shumë koment për Chelsea. Juventus Benfica, nuk e di, ky Juventus në Champions më kujton pak Napolin. Nuk e di për ju. Më duken pak a shumë jo identike, po të përafërta me njëra tjetrën për mënyrën se si hasin vështirësi. Benfica e Jose Mourinho, nëse do të mund të merrte 6 pikët, do të qëndronte në play-off. Megjithatë unë mendoj se duhet fitoj Juventus për atë çka i jep futbollit. Marseille Liverpool, këtu kam idenë që nëse Liverpooli fiton do të jetë e vuajtur si fitore. Unë prapë mendoj se Marseilla mund të sigurojë një rezultat pozitiv, i hapi probleme Parisit në kompeticionet vendas. Newcastle them se për mua do të jetë surprizë për mendoj unë gjatë gjithë këtij edicioni të Champions, dhe Barcelona njëjtë si Bayerni, nëse vërtet është e skuadra që pretendon se është dhe që vjen si fituese e Superkupës, vendi parë i Spanjës dhe një pretendent për Champions, Slavia Praga është zero koment. Madje pyetej pak ditën e djeshme në konferencë trajneri Hansi Flick kur i thuaj që si do t'ja bësh me temperaturat e larta temperaturat e ulta të Çekisë. Edhe ai thoshte do të bëjmë pak vrap për tu nxehur. Domethënë, mendoj pak se nuk besoj që do të jetë i vetmi, le të themi, vështirësi si punë si dje, janë temperaturat. Pastaj fusha mund të sill gjithçka, s'më. Po. Këtë po të doja të thoja edhe unë që ai vërtet mund të duket edhe mund të vrapoj pak, po jam e bindur që edhe City ashtu ka shkuar. Kishte, nuk e di. Te Bodo Glimti, po. Këto skuadra më dha ndikojnë shumë dëmtimet, realisht shumë, domethënë vihet re me një skuadra ku ka me skuadra që kanë përballë, tani qoftë Bodo Glimti, qoftë Slavia, qoftë tani se s'po vjen në ekip tjetër, Pafosi apo të tjera. Këto ekipet e mëdha duhet i mundin me ekipin e dytë e tretë për investimet edhe për nivelin e lojtarëve që kanë. Por kur ti e ke bazuar lojën në 11-çe. Okej, nuk po them që janë dëmtimet duhet marrë për ka diçka që nuk shkon se. Smalda, tani 11-ça titullare është ajo që ti ke bazuar gjithë sezonin me pak ndryshime në rast dëmtimesh. Domethënë, nëse ti humbet atë bazën, tani e dim shumë mirë sa e vështirë është. Nuk thash City dje ishte pak 4 mbrojtësit e formacionit parë. Çfarë prisni? Ndoshta në rast se do të kishte të njëjtën gjë do ndodhte edhe me Bayernin, po them që është shumë më kualitet në krahasim me Royal Unionin apo edhe me Barcelonën, normalisht do të jetë diçka e ndjeshme dhe në fushë dhe në rezultat. Kështu që kjo gjëja normalisht janë ku larg me njëra tjetrën, por tani dëmtimet e kanë atë ndikimin e tyre. Tani kam përshtypjen se edhe lojtari më i lirë i Cityt është sa gjysma e ekipit Bodo Glimtit. Jo, ishte vërtet, domethënë dje Haaland, Cherki, Foden e Merad ishin që janë nye, vlejnë më tepër se 70-80 milion euro, ishin gjithë nuk e di, në një gjumë që realisht dhe për më tepër atmosfera ishte shumë e jashtëzakonshme dje në Norvegji. Realisht, ne kemi thënë dhe më parë në këtë studio, Bodo Glimt është shembull se si skuadrat, po flasim tonat, duhet të funksionojnë dhe të organizohen në gjithë tërësinë e tyre.
Faleminderit Enrico. Shohim se si nëse do të ketë apo jo surpriza ditën e sotme. Ndërkohë për lajmet e fundit nga vendi i Euronet e Bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Këtu ndajmë bashkë, mirupafshim.